Fansat e Gjestit tentuan ta kindapojnë dhe ta rrahin ish banori Big Brother VIP Albania 4 u drejton armën 3 të rinjve. Kamera e fshet që ishte gati të përfundonte me skandale të tjera. Një kamerë e fshehur e realizuar nga të rinjtë e Anadel mund të kthehej në një tragjedi të vërtetë. 3 aktorë të maskuar si fansa të reperit Gjesti dhe ky banori Big Brother VIP Albania shkojnë në një vend ku aktori, emri të vërtetit të cilit është Marius Dervishi, dhe bëjnë sikur do e rrëmbenin. I gjendur në një situatë ku djent ishin të pajisur me shkop bejsbolli, e kapnin me duar dhe tentuan ta fusnin në një makinë. Zebërvoki ka nxjerr armën e shërbimit dhe situata mund të përfundonte shumë keq. Pavarësisht fjalëve të rinjve se e gjitha ishte vetëm një kamerë fshet, Mariusi, i cili është inspektor krimesh në komisariati numër 2, nuk arrinte dot të qetësohej. Në një kthes të papritur, individët kanë zbuluar se ky moment ishte pjesë e një kamere të fshet, duke i kërkuar falje dhe duke sqaruar situatën. Ata janë aktor nga formati Andale, i cili ka një faqe online dhe është i njohur për realizimin e kamerave të fshehura. Sidoqoftë, Zebërvoki nuk e ka pranuar këtë lojë dhe ka reaguar kundër sjelljes dhunuese. Situata degeneroi në një konfrontim të ashpër duke detyruar Zebërvokin të nxjerrë armën. Një veprim që u bë objekt i shumë diskutimeve në rrjetet sociale. Pas ngjarjes, aktori reagoi publikisht duke theksuar rëndësinë e menaxhimit të emocioneve në situata të tensionuara. Ai shprehu mirënjohje për eksperiencën dhe aftësinë e fituar ndër vite, të cilat e ndihmuan ta përballoj situatën pa pasoja fatale. Ky është reagimi i plotë. Në lidhje me kamerën e fshehur që mu bë, jam shumë mirënjohës eksperiencës ndër vite të punës time që e dua atë shumë, sepse ndërmjet profesionalizmit dhe përgatitjes psikologjike e fizike, arrita të menaxhoj më së miri një situatë që në dukje më kërcënonte sigurinë time, por që mund të kishte qenë fatale për persona të tjerë. Në aq shumë situata të ngjashme sa më ka përplasur kjo punë, kam arritur të kuptoj rëndësinë e momentit dhe ruajtjen e gjaftësisë dhe vigjilencës në çdo lloj rrethane. Andaj, do ju lutesh atë gjithëve, ju që jeta mund t'ju përplas në situata të ndërlikume, mos bëni veprimet e fundit të parin, sepse historia ka treguar që për çfarë dikush ka bërë në nerva e sipër, në një sekond i duhet t'i jetë pishman gjithë jetën. Ruani durimin duke marrë masa për ruajtjen e sigurisë së vetes suaj dhe jeni larg pamës në çdo situatë, e mendoni për veten tuaj e njerëzit tuaj të zemrës, sepse momenti nuk të falë, Zoti na rujt e na boft të durueshëm. Domethënë, ky është momenti kur një kamerë fshet mundet me shku deri në pikën më të keqe, se ata të rinjt garant kanë menduar që Zebërvoki është veç aktor edhe kanë harruar që punon edhe në komisariat, edhe ka armë veti. Bravo këtij për durimin, se me kanë ai kusht tjetër, ma gjak nxit e kish bë terror ato.